S'agapo Të dua S'agapo S'agapo Jesi hy Të dua Se të kam shpirt të kam S'agapo Unë ty moj pena Të dua Se të kam zemër S'agapo Të dua S'agapo Jemi në ambasadën shqiptare në Athinë, jemi mbledhur për promovimin e 2 librave të mia në rrugët e botës edhe Zemër gruaje. E Jasena Papetano Unë për ty moj do të vdehe Mjazoj se perimeno Një jetë tjetër do të pres E Jasena Papetano Unë për ty moj do të vdehe Mjazoj se perimeno Një jetë tjetër do të pres S'agapo Të dua S'agapo Të dua S'agapo Mos të flim zemër sonte. Mos të flim zemër sonte. Mos të flem. Në përqafim të prehem në heshti pa fjalë. Me krahët e tua mbulon të digjem nga datë. Me këto vargje të buta, të zjarta dhe një thellësisht njerëzore, ne hapim sot të mbrëmje poetike, një mbrëmje e cila nuk është thjesht një promovim librash, por është një udhëtim i përbashkët në botën e ndjenjës, fjalës dhe identitetit. Kemi nderin që në shoqërinë e poetes Anthulla Tili Malo të kalojmë një mbrëmje të veçantë. Një mbrëmje të veçantë sepse është një poete greko-shqiptare, quaj unë. Një poete minoritare, një poete shqiptare. Një poete e cila na fton sot të mos flem në shpirt. Na fton të lexojmë kujtimet, mallin, dashurinë dhe gjithçka që na bën njerëzore. Sonte do të ndjekim rrugët e botës, si thot ajo. Në librin Në rrugët e botës. Dhe do ta bëjmë këtë nëpërmjet poezisë së saj, e cila është shkruar në 2 gjuhë, në 2 mendime, por me një zemër. Një zënjë ëmbël sot do na fusi në krijtarinë e zonjës Anthulla. Është një personazh që shumë ka ju besoj e keni njohur. Një personazh që sot, ndryshe nga shumë vite më radhë që na ka bërë të qeshim, sot do na bëj të mjeditojmë. Ka interpretuar për vite më radhë te portokallia, te kosherja, te fustanella. Besoj të gjithë e njihni personazhin Blanchet tek Bukra apo imitimin e famshëm të ambasadores amerikane Yorikin. Është zonja Aliona Aga. Në udhkryq, dritë, pak shpresë, një dritë, një shpresë. Si drita e blertë e semaforit në rrjedhën e makineve, t'jep mundësi të marrësh frymë, të ecësh, të hidhesh në anën tjetër. Një notë e hedhur me mundim në letër, një tingull nga një tjetër botë. Shpresë t'jep në semaforin e udhkryqit të jetës, dritë e blertë. Një dritë, një fjalë, një notë, e butë, e ëmbël edhe e ngrohtë. Buron nga thellësia e shpirtit të trazuar. Një notë, një fjalë, një dritë, një shpresë, një udhkryq,
keni qenë, keni pasur momente të udhëkryqit të jetës tuaj shpirtëror, psikologjik, ndoshta edhe momente të cilat të kanë bërë t'jeni në udhëkryqin për të ikur përpara apo për të kthyer mbrapa. Dhe besoj se cili nga ju e ndjeu veten e vet në këtë poezi. A më thua Tili, je poete, je bashkëshortja e kompozitorit të njohur Spartak Tili. Kush është Anthua? Është poetja? Është gruaja? Është zëri i ëmbël? Është nëna e dy djemve që nuk i ka sot, por shpeshtërisht janë këtu? Kush është Anthua? Përpara, edhe duke ju falenderuar të gjithë juve përpara ambasadores që bëri të mundur këtë veprimtari e Libertës që ideoi këtë veprimtari që më nxori në dritë librat e mia, shpirtin tim, ta paraqes ke ju. Unë e kam ndarë veten time në dy pjesë, muzikante edhe u bëra poete. E fillova rrugëtimin si muzikante, edhe po e mbaroj si poete. Po e mbaron, ja. Nuk është në natyrën tënde të mbaroj. Të paktën në vjesha s'duket as sekundi që do mbaroj. Që do mbaroj? Do thoni ju, po si të lindi ideja që të bëhesh, të shkruash? Mua më pëlqente shumë letërsia që e vogël, bëja artimet e bukura sa i lexonte mësuesja përpara klasës. Edhe mirë po që të shkruaja poezi, nuk kisha marrë kurajën. Poezia ime e parë u shkrua kur isha në Institut të Arteve. Ishim të dashuruar me Spartakun. Edhe në një moment, siç grinden të dashuruarit, u ndam, edhe secili në rrugën e vet, pavarësisht se ishim shok klase. Në një banë kemi qenë. Atëherë unë nga i dhimbja e madhe e shpirtit shkrova të poezinë e parë, një kujtim që e kisha ruajtur të fshehur në ato leksionet që isha studente, ato leksionet e historisë muzikës, se kisha mbajtur atje, derisa Spartaku u bëi që zbuloi Kolombi, që zbuloi poezinë e Anthuës. Zbuloi në ato shënimet e mia, se unë kisha ardhur në Greqi bashkë me fëmijët, edhe ai shikonte, kishte mbetur vetëm atje, kisha ardhur për një javë, edhe akoma atje në ato poezi më thot mua, po mirë, kush e ka shkruar atë poezinë? Më merr telefon, kush e ka shkruar? E ka shkruar unë e kam shkruar. Çfarë shikon? Atë ditë ai kishte bërë këngë atë poezi, e kishte paraqitur në festivalin e radio televizionit, edhe unë me atë u bëra poete, me atë poezi. Do me thënë, në 90 poezia ishte shkruar në 72-shin, edhe u bë këngë pas 20 vjetësh në 90 vjeç. Edhe ajo vazhdoi, kur erdha këtu në Greqi, vetëm fillova po shkruaja, kisha një fletore dhe shkruaja ato ndjenjat e mia, çfarë mendoja, si ndjesha këto, edhe kisha një ditar që i shkruaja. Dhe njëherë ja tregoj vllait tim fotos. I them, a shikoj një këto, thashun që kam shkruar. Ai pa dhe i tha, më tha, po përse i mam, tha, për çfarë i mam? Pse nuk i nxjerr, tha, pse nuk i bën? Unë nuk isha e sigurt se çfarë vlere kishin ato poezi. E më thoshja, poezitë e mia, unë muzikante jam, nuk ju dhash shumë rëndësi. Ai i pa, i hodhi në kompjuter, se unë nuk di as kompjuter, atëherë e mësova më vonë, edhe i qoj në gazetë, i botoj në 2 gazetat. Do t'i botoj, thash se pse i mban ta, mos i mbaj fshehur.
I mbaja fshehur ato në zemrën time, si të thuash, edhe në atë gitarin tim. Pastaj, si që jam i desha një qikë shu, dali se si isha e sigurt, ka blenin, nuk ja blenin, i kam bërë mirë, kanë rim, s'kan rim, kanë brendi, s'kan kështu, edhe gjersa më mbosh mendja më së fundi, edhe ja pojnë para tjesë para e Dhe besoj ke bërë një poezi që na thuash. Tash t'ju them një poezi. Atë që ke për zemër. Po, unë gjitha për zemër. Do me thënë, zemër të edhe mban shumë se sa një dashuri, ajo që të tha. Flasim për atë, por ama e ke zemër kënë? Po, nuk do ju them për dashuri. Do ja ule ti lexoni ato të dashurisë, ndoshta gjeni dhe veten tuaj atje. Tek ato poezi. Për të lexoj kështu vetëm kam për laks. Quhet e zakonshme. Unë grua misterioze s'jam. Nuk e mbuloj fytyrën. As qenë shëtitjesh nuk kam të lidhur me zinxhir. Hedh ndonjë poezi. Ashtu, si që del nga shpirti. Për Nobel, jo, as në përmend. Veç dy poet nuk i harroj. Neruda dhe Eliti. Dhe me lot të hidhur qaj në gjoksin tanë mbështetur. Se jeta s'është gjithmonë vaj. Kjo jetë na ka mbetur. Zemrën e bëra mules, ja fala dashurisë. Shpirtin që i lima Aladini, klotra na fila, e sheh. Më qanë pesh me ty fluturim ti, në qiell ëndrash, më ngre. Aty, dielli më ri në sy. Shpesher, kur bëjmë aktivitete dhe besoj të gjithë me dakord që ambasada bën shumë aktivitete për promovimin e komunitetit, gjithmonë na kap ai ankthi, do vinë njerëzit, s'do vinë, mos ndoshta i bëjmë shumë të shpeshta këto aktivitete, ndoshta janë në nivelin që të tërheqin vëmendjen ose jo. Ky lloj mendimi dhe meditimi më vinte në kokë edhe gjatë kohës që ishte aktiviteti, përgatitjet e aktivitetit të Antopës. Ka qenë ditë e diel dhe më bie telefoni. Dhe më thot një zë nga ana e telefonit. Kam lexuar thotë që në Facebook keni nxjerrë një njoftim për poezitë e zonës Antulla Malë. Po i thash. Nuk e njoh kush është. I bëra përshkrimin kush ishte. Unë dua ta jem pjesë në këtë aktivitet, por nuk mund të vi pa lexuar poezitë. Ku mund t'i gjej poezitë? I dash numrin e anësës. Dhe pas mbylla telefonin, unë ndjeva shumë mirë, por shumë mirë me veten time, që një artiste, një shkrimtare e cila ka bërë emër dhe të gjithë ne e signifikojmë një vepër arti me emrin e saj, më bëri këtë telefonat. Dhe aty kuptova që këto aktivitete janë më se të nevojshme, sepse na bashkojnë bashkë dhe na bëjnë të ndihemi që kemi një plejad vërtet artistësh profesional në komunitetin tonë në Greqi. Tani mbetet kush ishte ajo shkrimtarja që ishte Elsa e Pallatit 176, Adelina Balash. Po sinqerisht e vërtet është kjo që ta zonja, nuk e mendonja që do ta ndarte me të gjithë. Mua më bëri qefi, jo për faktin që përmendë se sa interesuar isha unë që të lidhesha dhe të merrja vesh poezitë e Antullës, doja t'i shikoja. Jam jashtëmase interesuar, sidomos për gra poete. Vajza poete kemi qenë të gjitha.
Në të nuk konsideroj të pak kur isha studente, 3-4 shoqe të gjitha shkruanin, po vazhdimësia dhe pjekuria e jetës të bën të zgjedhësh, të bësh të ngurosh, të bën të jesh e kujdesshme, të bën të mos kesh kohë, të bën pesimiste. Prandaj dhe isha shumë kurioze që të lexoja poezitë e Antullës. U takuam atë ditë në mënyrë shumë humoristike se vinte shi. I mora librat i kam këtu. T'ja u them sinqerisht, jam mrekulluar. Do me thënë, e them me plot gojen, çfarë posibilitet unik kam parë në ata libra. Do me thënë, në ato libra mund t'i lexoj unë, që quhem profesioniste, sepse kam jetuar me poezinë, kam shkruar poezi, e dua poezinë, mundohem ta klasifikoj, ta perfeksionoj. Por ato mund t'i lexoj dhe një njeri që s'ka ide në poezisë. Një njeri që është i lodhur nga puna, një grua që është ndarë nga burri, një grua që ka ngelur pa punë, që ka 3 fëmijë që duhet i ushqej. Dhe po e kapet dhe i thoj, po lexoj këtë, për kuriozitet. Në fillim u thot, ku jam u, e bëra eksperiment këtë me një shoqe. Do me thënë e them sinqerisht këtë tani. Ku lexoj unë poezitë, po merrem me 2 minuta tash lexoj këtë. Fillovi e mbaroj poezinë, ktheu faqen, vazhdoj prap, thash, si është puna? Jo 1 minutë të mbaroj dhe këtë. Po e dini çfarë, kjo është sekreti i jetës. Sekreti i jetës, jo vetëm i artit. Të dish të bëhesh i të gjithëve, është gjëja më e vështirë sot. Dhe kur sot të mendojmë që po të isha në një mënyrë, në një laqi dhe të isha, është bërë njeriu, po ha njerinë. Se kështu theshin gjyshita, do vi një kohë, do ha njeriu njerinë. Që ta them në mënyrë banale. Po e them kemi arritur në një stad me një botë shumë agresive. Sa vjen dhe shenjat e zemrës po zhduken, të ndjenjave po ngurtësojnë, po është e pamundur. Gjen një mur përpara, nga fëmijët e tu, siç dëgjoj pak, ose nga komshit, nga këto gjërat janë kthyer në numra. Nuk kam ndjesi, nuk kam dhenshuri, nuk ka, domethënë gjërat janë seleksionuar jashtë mase. Kemi kaluar në 2 pole, kush ka, kush nuk ka. Ky që ka mund t'i bëj të gjitha, ky që s'ka do humbë ato që ka. Ka arrisht të gjesh një poezi që të bashkoj këto dy pole dhe ta bëj dhe njeriu të më falni iç që të ulet dhe ta lexoj dhe të thotë, "Ore, pse që vetë të japi një kënaqësi në fund, që bota nuk është kështu, që ke të drejtë të ndërosh, që mund të gjesh gjëra të mira." Shiko, po ta simbolizoj. Dhe të them, të më falin burrat, nuk kam gjë kuptohet me burrat, se kam një burr të mrekullueshëm, por po të krahasojmë poezinë maskullore, gruaja nuk e ka fatalitetin në poezi, burrat e kanë fatalitetin. Lufton me burrin, me atë, po ti shikosh, plejada të tëra shkrimtarësh, luftrat në fundit nga kush u përduan, nga poetë, nga burrat. Gruaja nuk e ka fatalitetin brenda. Por Anculla ka një gjë më të madhe, këtë e vërtetova që se ka fatalitetin. Edhe në poezia ku ndahet, unë do shikoj rrugën time, thot ti do shikosh rrugën tënde, të besova, të dha gjithçka, nuk më dhe. Nuk zë të qajë. Por unë thot jam e zonja dhe unë dojë ta përshkruaj kështu, të futni brenda në një pust, të them. Një burr. Burri do fillonte të rëzonte gurët, të dalë që këtej ashtu. Gruaja nuk e ka atë forcë dhe nuk do rëzonte gurët. Po ama Antulla është nga ato që nuk fillon të qajë, jo po mbytem, iku, ka qishte, jo, ngre kokën lart dhe shiko, po del dielli. Edhe në 4 stinët kur e shpjegon dhe gjithmonë, sepse ka një poezi për vjeshtën, nuk ka prekur jashtë marse, sepse vjeshta jemi ne. Ne jemi në moshën e vjeshtës. Dhe mendojmë gjithmonë, e thot që po vjen dimri, dhe një ditë nuk do jemi thot në këtë jetë, por me një me vrap thot, po ama ta din që pas dimrit vjen pramera. Është këto duke një gjëra të thjeshta, mbase unë i them, ose nuk e di, mbase më bëjnë përshtypje mua, po këto janë ato që krijojnë klimën e mirë, pozitivitetin. Nuk kemi asgjë në dorë, vetëm faktin që jemi pozitiv. Nuk mbrojemi dot me asgjë. Sot nuk mbrohesh dot. Kush ka mbrohet me lekun? Mirë, mbrohesh me lekun. Pa ma shpirtërisht me se mbrojemi, me pozitivitetin. Të jetë pozitive, të shikoj një gjë të mirë në gjithçka. Djem që kam larg thot, janë kështu, po prapa jo gjen një gjë të bukur ta thot në fund. Kur mbaron poezia nuk të vjen të trishtohesh, të qash, po ndjen një ngazëllim. Po, ngazëllim, ta them, më ngazëllejnë poezitë e saj. Në fund këtë do thesha, janë jo vetëm një ujvare gjërë, se ujvara ka poezi brenda,
Ujvara nuk është ai lumi i rëmbyer, as vetë deti me dallgët. Ajo ka perla, ka ato sërkalat e bardha që duken si dantella. Do të ka feminitet, ja kështu janë poezi. Do t'i thesha, janë një ujvare mrekullueshme, nuk do t'i ndaj. Për mua të dy librat janë një, është jeta jote. Dhe do me thënë flet kaq bukur dhe kaq shumë, kam lexuar në dy librat e tua kaq shumë vjersha për dashurinë, që nuk më kanë irrituar veçin dhe me po prap, kjo tash për këtë gjithmonë gjen një detaj të bukur, por duhet të dish një gjë, se dhe bashkë biseduam dhe më the, një dashuri e pastër dhe kështu dhe kështu. Dëgjova thua, poetët kanë një dhomë të veçantë në shpirt brenda, që nuk e kanë të tjerë. Prandaj dhe besh poet. Është gjë e mirë, ti mendon që e gjeti Spartaku, po unë s'jam me aty mendimi, dhe e çeli këtë dhomë dhe dolën poezi. Poezit ishin. Shpirti tënd është më i madh se sa një dashuri, mban më shumë se sa një dashuri. Mban një si ta them, anteu që mban në botën, mban tamam atë kënaqësinë që na jep të gjithëve, do ta lexojnë të tërë librin tënd. Dhe do ndihen kaq të kënaqur, do ndihen të qetë. Gjeni gjë të bukur thua, edhe kur je i mërzitur sa nuk kam. Me ndarje, me faktin që jemi shumë bukur i ke dhënë ato detajet e kufirit atje. Këto gjemba, këto tela që na hëngrën shpirtin, me thënë dhe, po prapti thua, ne kaluam, dhe tani thotë janë të lirë, ato mbetën të ne, por ne do shikojmë përpara. E pra kjo është, ai pozitiviteti unik i poezisë tënde, duhet ta theksoj, sepse ato janë esenca e tyre dy librave. Ato do t'i bëjnë ato dy libra të mbeten, edhe sot jam e shokuar vetëm nga ideja, ke patur një njeri të letrave, Fotaqin, se e kam patur pedagog. Dhe si është e mundur që të la që t'i mba një kaq thellë këto, t'i kishe botuar më përpara. Se konceptoj dot këtë. Këto gjëra kaq të bukura i mbajte kaq vonë. Pranoj atë që është mania, ti përpunoj. Po e di si shpuna, këtë vetëm gratë. Se burrat i bën 5 vjersha, i rregulluan, i nxorën. Gruaja do ri, do ta bluaj, siç bruan salsën dhe qepën dhe ta bëj atë gjellën tamam. Kështu i ke përpunuar dhe këto të gjitha, i ke bërë të mrekullueshme. Nuk e di më mendon një Ja ke përpasuar dhe kam kënaqësi të madhe që këto dy libra pan dritë dhe janë në duart e këtyre njerëzve dhe do jenë në duart e shumë të tjerë. Ky është mendimi im. Gjini kohë të shmendit ke. Shko, unë nuk jam kritik. Poezia më pëlqen, por nuk di ta recitoj. Unë tre fjalë do them. Poezitë e Anthulës janë të sinqerta, të ngrohta dhe të bukura. Këtu më duket se është sinteza e të gjithë asaj vlere që ka, unë vetëm një libër kam se nuk pata fatin të dy libër. E lexova me ëndje, edhe këtë përfundim zora, që janë të sinqerta, të ngrohta, është jeta e Anthulës që një unë që në rini. Nuk lexoj poezi, por poezinë e ke përpara. Jo, nuk di të recitoj, nuk di të lexoj. Lumturia. Lumturohem sa herë shoh sytë e tu si divurinë. Kur më buzëqesh, lumturon ti zemrën time. Ma prek lekt me buzë, lumturia vjen në shpirt, bëhet muzë. Fjallë zemre më the, lumturia të kun ngriti fare. Borgjët, kjo është një qikë shumë filozofike. Si kripa dhe piperi u bën, çdo ditë në tavolinë mbetën, kohë krize, e bëjnë shëllir jetën. Kur bashkë kemi bërë fjalë, ti më sjell kafe për pajtim, paqe thëret fligjani barë, si flamur për anë pushim. Çdo pikë shijoj nga dalë, ti i heshtur më shikon në sy, si buzët e fligjanit të bardh, pa rreshtur puth, si që bën edhe ti.
e vërteta, nuk u fshek më atë ditë, vendosi të dalë. E vërteta e lakurit në dritë, shkëlqen të kecë nga dalë. Të gjithë shtangën të habitur, askush nuk tha, sa seksi, sa e bukur. Të gjithë pa mend i la. Ajo kalajthitur, u qor gënjeshtra, e verbuar ranë tokë papritur, u thye neshtra. Dhelpra dhe fiqt. Dhelpra këtë herë, bishtin kishte nder, të arrit ca fiq që i ruanin për miq. Mo i ndriku, i thot fiku prerë, mos u ndër shumë, fiq do të hash kur dua unë. Dhelpra ja kthen me kortezi. O fiki e mbël mja, fiq nuk bën asnjë si ti, në një. Mot do të mbushesh plot. Ku e di ti? Fiku ja pret. Ik tani se s'ka lezet. Ngregjethet në krenari, mbushur plot me fiqtëzi. Dhelprës gojën lëng i lëshon, nis prap fikun lëvdon. Më pëlqen shumë. Barku im dëgjoje si burgorin. Afrohet shpejt dhe një fik ka. Mos i thret fiku prap. Tak, tak, tak. Dhelpra ara në lak. Ç'më bërë o fikizi, si ti iki unë tani. As një fik nuk më dhe, as të iki nuk më le. Dhelpër, të pata thëmë, mën akoma nuk e vë. Në ditët e sotme, për një artist, për një poet, për një shkrimtar, thjesht bashkohor, para se gjithash, është edhe një çështje gëzimi me vërtetë. Sepse duhet jesh në gjendje, jo vetëm të përqendrosh shikimin fort tek epoka e tashme, por të dish të perceptosh të kaluarën nga ke ardhur dhe të ardhmen ku do shkosh. Dhe ky është edhe motivi pozitiv, siç e tha edhe Adelina, i poezive të Anthullës. Nuk e di nëse mjeshtri i poezisë Stefan Matriko ndan të njëjtin mendim me mua. Lexoj unë këtë të Stefanit. Poezitë e Anthullës janë shkëndija rastësore të një zjarrit të brendshëm, si pasqyrë lirike e një shpirti të trazuar. Janë ndjesi njerëzore që çlirohen prej një kontakti me përditshmërinë tonë. Prej një nevoje të brendshme për të çliruar prej saj, kemi këto shpërthime të befta dhe impresionuese. Anthulla Tili erdhi gjithë të këta dy libra, duke ndjekur jehonën e zërit të saj lirik në një shtrat të ri, shprehjeje. Në poezitë e Anthullës nuk ka ngjarje të mëdha, por ndjesi të zakonshme, njerëzore që përmes poezisë së saj bëjnë zbulime interesante. Është syri i një gruaje, i një nëne, i një bashkëshorteje që vëzhgon botën, zëri femëror që i jep një timulli të ri, gjithçkaje që prekin dhe ndërojnë. Te poezitë e Anthullës prej të zakonshmes ngjitemi në sferat e artit. Në partiturat e Spartakut shumë prej këtyre vargjeve të kthyera në këngë krijojnë një harmoni të përkryer dhe frymëzuese të një lirizmi muzikor. Në poezitë e saj ndoshta gjejmë shpërblimin e heshtjes së muzikës virtuoze të Spartakut, të muzikë që tani na përcjellet përmes emocioneve të tjera mbreslënse. Anthulla Tili si një zë i lirikës qytetare, jo vetëm që përmbush personalitetin e saj muzikor, letrar, por na tregon se presioni një talenti mund të shpërblehet me të jetuarit intensivisht të realitetit, i cili na dhuron për herë frutet e artit. Në poezinë e Anthullës ka paqe dhe mirësi, por mbi të gjitha shpirt njerëzor, i cili mbetet burim i pavdekshëm krijimtarie. Në fund, do të thosha ndonë se të ngjallë habi, nisja në këtë moshë e një ligjërimi të ri, kupton se është trupi ynë që barëndesës e përpjekjeve tona për të përballur ekzistencën, shpirti ynë mbetet i lirë,
të shpresoj dhe të ndëroj. Poezia e Anthullës lindi në këtë shtrat ndikimesh të thella si një kulm i lirisë së shpirtit njerëzor. Doj kur lexove kaq bukur, me kaq pasion thënien e Stefanit, imagjinoj si do na recitosh poezitë e Anthullës. Kështu prima vista I lexova aty në telefon për poezitë e Anthullës. Kam një libër kisha në fakt që më ka dhënë Anthulla para 2-3 muajsh, nuk mbaj mend, po mendova, më tha, merr çfarë të duash, dhe unë mora 3, po ndikoj që qënë kam bashkë me Nikollën atë fabull. Dhe pra... Do ta thuash më mirë ti se unë. Unë, dëgjoj tani, është si puna atyre që është në teatr dhe interpretojnë 2. Një natë njëri, një natë tjetër. E pra ja. Unë tani do ta them si e kam mësuar unë. Kjo tregon që keni dhe të njëjtën shije artistike. Jo, unë e kam zgjedhur atë fabull sepse nga që kam hyrë pak në atë sensin e prallave tek fëmijët, kam xhiruar në digital nga 300 pralla dhe më mësuar pak veshin me ato fabulat. Dhe nuk e dija që Nikolla do merrte atë, nuk se dija që do vinte fare, po që do merrte atë fabull sepse e di Nikollën çik më, si ta them, më epik, më luftarak, dhe thash të këto prallat e këto jam unë më lirike. Prandaj mora. Megjithatë, doni ta bëj apo s'doni, them ndonjë tjetër nëse s'doni. Tani ta them unë atë fabullën. Dhe pra, këtë herë bishtin kishte nder. Ta arrinte ca fiq që I ruanin për miq. Moj ndrikull, I thot fiku pre. Si shumë I nder, fiq do hash vetëm kur të them unë. Dhe pra me kortezi I flet fikut. Ua, fiq si të tuat, njarë të ëmbla, nuk ka asnjë. La mja fik. Dhe mot, do t'i kesh gjethet plot. Ku e di ti? I thot fiku prerë. Ik tani, gjithë lezet. Dhe ngre gjethet me krenari, mbushur plot me fiq të zi. Dhe pres goja lëshon lamë. Dhe fillon përsëri të bëj lëvdata fiku. Ah, sa më pëlqej. Ky barku im, ja dëgjon, si gurgurin. Dhe afrohet me letar me fat e kap. Ah, mos! I thot fiku. Trak, trak, trak! Fa! Dhe para në latë. Oh, si kja bëj tani o fik I zi, që mbeta këtu. Ti, një fik nuk më dhe. Dhe të iki nuk më le. Dhe pra, më duket se të kam thënë edhe herë tjetër. Mëmta koma nuk e vë. Dega e mimozës. Një degë mimoze kërkova në muajin mars. Në Athinë pranë shtëpisime. Kalova hapat për një qast dhe aty bleronte e gjithë natyra. Pemët ishin mbushur plot me ngjyra. Një mimoz ishte me lule ngarkuar dhe lartësi ajo shikon të qelë. Ah! Një degë mimoze, me ngjyra diellore, çfarë kaltërsie, çfarë kënaqësie, dashuri fëminore, kujtime, ah, thirrje hareje dhe plot mimoza me tufa vinin drejt meje. Të gjitha
gjitha lullet më dukeshin si zogjë që shtektojnë dhe në zemrën time rrehtim. Ja, një deg, një zog, më duket se për ndjej unë që jam dhe shtektoj, por ju, mimoz, që dolet aty në mërgim, kujtime dhe lule në zemrën time mbi. E vogël harohesha duke parë pyjet. I numroja, gjithmonë e ngatroja numrimin. Edhe xixëllojat që shikoja më dukeshin si yje. E knajsi i vrapoja nga mbrapa, se desha dritën e diellit, dritën e qiellit. Ato nxitonin, unë hapja duart, vrapoja dhe më duke sikur më vinin në bullon, me ngjyra qiellore. Atë dritë e merja dhe vendosja në ballë, që të më njihnin. Ato ishin xixëllonjat. Pas xixëllonjave nxitoja, një qast të isha fëmijë, të rendja dhe t'u jepja atyre dritën që i kisha marrë. Ju pak herë, poezitë e saj ka shkruar në copa letrash. Jo pak herë, ato kanë qenë një histori të trishtueshme apo të mrekullueshme, të cilat kanë qenë muza e momentit. Koha për të është zhdukur dhe është tretur me sreshta. Shpeshherë, këto copa letrash kanë qenë blloku i artistit për atë kohë. Dhe besoj se Zoti Vasilaq Cici, Arillaç, ku do të flasë? Atje apo këtu ku jam? ku të dëshiroj? Gjëra të zogji këti të këtu. Zonja dhe zotrinj pjesëmarrës në këtë aktivitet të promovimit të veprës letrare të poetës zonjës Anthulla Pili. Një ditë rastësisht me disa shok letrar, në një lokal në Bizet të Liv, ishte edhe zonja Anthulla me të nderuarin dhe të respektuarin kompozitorin dhe mjeshtrin e madh të shoqin e saj Spartak, zotin Spartak. Nuk e kishte sjell rasti që në bizetat të lira veç të tjerëve që ishin aty atë ditë, të isha ulur me zonjën, por kujtoj se para disa kohe në një rast, në një aktivitet në godinën e ambasadës këtu, këta të dy bashkëshort kënduan pa pushuar ku na kënaqën me zërin e tyre, si di artista që ishin. Por të vemi të bizeta e rastit në tavolinë. Në një moment gjatë bizetës shikoj që nxori nga çanta e saj di libra dhe diçka shkroi në faqet e brendshme të tyre dhe në një çantë të thjeshtë, të vogël, por të bukur, madhuroi me të di librat e saj brenda. Unë e fanderova, por sigurisht edhe duke uruar për krijime të tjera. Më pas u ngritën dhe u ndan çdo njeri në shtëpinë e tij. Sa hipa në autobus, fillova t'i shpëtoja. Duke parë se ç'kishin brenda, e vazhdova leximin në shtëpi, duke u lënë radhë të dy libra. Nuk mund të shkruash pa pasione, pa ndjenja, pa huajtje, thot Jorges Luis Borges. Unë nuk jam ndonjë specialist i mirëfill kritik letrar, as në një antari në një jurie vlerësimi të krijimeve në fushën e letrave. Por jam një lexues i rregull dhe thënë me njësi të stërvitur lexuesin, por edhe një librahams, siç e konsideroj unë veten time, kuptohet për ata libra që më tërheqin. Para janë përshtypjet e mia për këto vepra të poetës zonjës Anthulla. Brenda në vepra, gjeta autoren duke u përmbajtur fjalës së poetit italian Giuseppe Giusti, u thotë: bërja një libri është më pak se asgjë, nëse libri i bërë nuk ribën njerëzit. Autorja na i bie të gjallë njerëzit e çdo kohe, për çdo moshë ku spikat më shumë shekulli i kaluar dhe ky që jemi, ku të duket sikur je ulur me ta dhe po bizeton shtruar dhe akoma më shumë siç thot René Descartes që leximi i librave të mirë është sikur bizeta me njeriu më të mirë të shekullit të kaluar.
Unë e them që në fillim duke i referuar vetëm titujt e libra. I parë, Zemër gruaja, gruaja të jep dritë në shpirt. Dhe i diti në rrugët e botës, ku më kujtohet diku kam lexuar që njerëzit në mesjet niseshin nga çdo cep i Evropës, në këmbë, për në vendlinjen e Krishtit, me të vegjël në krah, për të gjetur shpëtim dhe shpresë, por nga largësia nuk arrinin dot dhe vtisnin rrugën. Kështu të di librat më bën të meditoj dhe mos të nxitoj, të përpiqem të nxjerr të fshetat e poezive që janë aktuale, që jo t'i kuptoja, por t'i ndjeja, ku dalin thellësisht nga shpirti i kësaj zonjë, gruaje, artiste dhe poete me kuptimin e plotë të fjalës. Duke u përgjigjur penës së Platonit që thotë, nëse poeti nuk fshihet pas një personi tjetër, atëherë gjithë poema e tregimit i tij do të jenë të thjeshtë pa imitim. Në përgjithësi autoria tregon në mënyrë fine jetën e familjes së saj, të afërme dhe të bashkëkombësave, që për mua është një thirrje sidomos vajzave dhe grave, që si thot indiani Megli si, gratë të cilat i rritin shoqërisë shtati shpirtëror, janë zemra e kombit. Pra autoria i paraqet me vargje të shkurtra, ku thot edhe Sami Frashi, mendimet e larta gjenden në fjalë të shkurtra. Plus kësaj vargje të bukura, se e bukura është e kundërta e shëmtuars, thot Sokrati, dashuria duke qenë koncept universal, brenda je një oqean me dashuri, se gjëja më e mirë shkruhet kur je i dashuruar, thot Ernest Hemingway. Por u përgjigjet edhe fjalëve të Sofokliut, që linda që të dashuroj dhe jo të urrej. Veç këtyre brenda ka nderime, jetime, mallëngjime, keqardhje, ndjesi, hidhërime dhe momente tragjike, ku edhe të frikshme që për mua veç gëzimeve, ka vajtime që i referohen, që si shtot në vargje edhe brenda vendit edhe rrugëve të botës. Paul Eduard thot, një ëndër pa dashuri është një ëndër e harruar. Po ç'thot autorat e poezia ëndërrim? Ëndërroj qenien tënde pranë meje, supin e brisht më ledhaton, sa herë ti të ëndërroj, një ndjenje ëmbël më përshkon. Në sytë mi qel një dritë, e bardhë si dita kur argon, shpirti ma ngro, ma lektëson. Dëgjoj një poezi? Nga nëna e babait ngjaj, më thonë. Për bukurim, shpirtin e butë nga babai mora, edhe urtësim. Nga nëna, zërin e ëmbël kam, prej saj pak mençuri. Të dy bashk mua më dhanë etjen për dituri. Guxim më dhanë të dy, të ngjisun të përpjetën. Njerëzit i shikoj në sy edhe të dua të vërtetën. Vlezërve të bëhem krah, të mos humbasin shpresën, si nën e mirë të jenë për ta. Ti më shoq, ti jap besën. Gjyshi nga nëna më ushqeu dashuri për tokën, për njerëzit. E matur edhe e lirë të jam, si vesa e mëngjesit. Gjysha nga nëna më mësoi ta dua edhe ta besoj Zotin, dhe ndim t'i lyp e të shpresoj. Ti lutam edhe për botën. Faleminderit. Se përveç asaj që me Anthullën edhe me Takun ishim edhe student, ne njihemi që fëmijë në Gjirokastër, se ishim afër, edhe kishim miqësi familjare. Me 3 fjalë ajo ka zbërthyer karakteret e prindërve të saj. Më emocionoi jashtë klasë. Faleminderit. Të gjithë neve kur mblidhemi me njëri tjetrin, me miqtë tanë, dhe që duam të shprehim emocionet apo mirënjohjen për miqësit, gjithmonë përdorim shprehjen që miqësitë e vjetra janë si vera e vjetër. Dhe në këtë sallë e kemi sot një miqësi të Anthullës, si një verë e vjetër disa dekadëshe. Ka ardhur që nga Tirana për aktivitetin e Anthullës, miqësi shumë e hershme që në liceun e mos gaboj, dhe nuk mund të vinte
sjell me vete dhe një përshëndetje të shtëpisë botuese që ka botuar librat e Anthullës, Shtëpia Dituria. Mes nesh Sadete Oldash. Unë përshëndet Anthullën nga zemra dhe të gjitha ju shoqët, kolegët, shokët të Anthullës. Jam shumë e lumtur, jam dhe emocionuar sot që mora pjesë këtu. Kam ardhur apostafat nga Tirana vetëm për të marrë pjesë në këtë eveniment të Anthullës. Uroj suksese të mëtejshme, ashtu siç është një poete kaq e ndjerë në shpirtin e saj për poezinë e bukur, për dashurinë, për familjen, për shoqërinë, ashtu është për të gjitha Anthulla. Ajo është një shoqe, një motër, një grua, një gjyshe, nuk gjej fjalë ta përshkruaj. E përshëndes nga zemra dhe tashi lexoj 2 rjeshta që Shtëpia Botuese Dituria e Tiranës përgëzon zonjën Anthulla. Për gëzimin, për zonjën Anthulla Malo Tili, për krijimtarinë e saj poetike prej shumë vitesh, përveçse pjesëmarrje në veprimtarinë muzikore së bashku me kompozitorin e njohur Spartak Tili. Kemi pasur kënaqësinë të botojmë 2 libra me poezi të Anthulla Tilit dhe cilësia e saj artistike dhe lirizmi poetik mendojnë se janë ndër tiparet kryesore të krijimtarisë së zonjës Anthulla. I urojmë mbarësi në jetën e saj poetike dhe muzikore, përgëzime dhe vlerësime të sinqerta nga Shtëpia Botuese Dituria. Përshëndetje gjithatyre. Sot sa emocioni nga të gjitha librat e Anthullës. Jemi drejt fundit, më pas do kalojmë në një kohë të verë, në emocionin që t'i shprehim dyshe treshe komentet e rastit, foto që të na mbeten në kujtesë të kësaj mbrëmje që do ikim dhe do flem me këto vargje, dhe e pyeta Anthullën që cila do të dëshiroj të ishte poezia e fundit që të mbetej në mendje të gjithë kur të largoheshin. Dhe tha, të gjithë ne kemi pasionin brenda vetes dhe e shprehim në momente të caktuara kur kemi qenë fëmijë. Dhe derisa vdesim mbetemi fëmijë. Dhe mendoj tha që ta mbyllim me poezinë për ata që mbeten fëmijë. Ferra dhe trëndafili u zun një mëngjes prilli, duke u krisur edhe ndukur cila ishte më e bukur. Po mos u zini, tha fëmia, po unë ju dua që të dyja. Trëndafili kuq si gjaku, fort u skuq nga meraku. Ti o Fer, muj mana Fer, mi mbush duart plot çdo ver, me ato kokra plot me shije, rumbullake kuqezia. Trëndafil, edhe këtë herë, me atë të këndshme ner, do të falte mami im, syt i qeshin me gzim. Po mos u zini, se që të dyja gjëmba kini. Oh, mu gric dora, edhe këmba. Ah, keni bukuri, keni bukuri me gjëmba. Dhe tufa me lule për Do dhemi tjetër tani. Shpejt. shpresoj që të gjithë kur të largoheni këtë mbrëmje, të largoheni me pak pozitivitetin e Anthullës dhe të shoqëroj gjatë në jetën tuaj reale, në jetën e cila ka brenda meditimin, trishtimin, mrekullinë e saj. Ju faleminderit. Të duha, s'agapo S'agapo Të duha S'agapo O pos ishe Të duha Ashtu si je Që pote Na mi alaksis Po të rish ashtu si je S'agapo
të dua, s'agapo. E Jasena tapetano, unë për ty moj do të vdehes. Viazoj se per il me, e no, një jetë tjetër do të pres. E Jasena tapetano, unë për ty moj do të vdehes. Viazoj se per il me, e no, një jetë tjetër do të pres. Do të pres, s'agapo, të duha. Viazoj se per il me, e no, një jetë tjetër do të pres. S'agapo, të duha, s'agapo, të duha, s'agapo. S'agapo, të duha, se të kam shpirt të kam. S'agapo, edhe të duha, se je për mua. S'agapo, të duha, s'agapo. S'agapo, të dua. S'agapo, o po si se të dua, ashtu si je, që po te na mi alaksis, po të rish ashtu si je. S'agapo, të duha, s'agapo. E Jasena tapetano, unë për ty moj do të vdehes. Viazoj se per il me, e no, një jetë tjetër do të pres. E Jasena tapetano, unë për ty moj do të vdehes. Viazoj se per il me, e no, një jetë tjetër do të pres. Do të pres, s'agapo, të duha.